Gjykata Penale e Tiranës e ka quajtur të paligjshëm arrestimin e dy policëve të Komisariatit nr. 3 Bruno Cara dhe Arshim Zajmi, për pasojë nuk ka caktuar asnjë masë sigurimi ndaj tyre. Prokurorisë i është kërkuar masa e sigurimit detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit deri në përfundim të hetimeve. Dy efektivët janë proceduar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, pasi dyshohet se kanë dhënë vërtetimin për të punësuar Muçi Shaljani në kundërshtim me rregullat e shërbimit. Gjykata pritet të vazhdojë hetimin për të sqaruar rrethanat e sakta të ngjarjes. Dy efektivët u ndaluan pas atentatit të së martës në rrethrotulimin e Rinasit, ku mbeti i vrarë 47 vjeçari Gilman Dodani dhe u plagos 40 vjeçari Mustafa Shaljani. Ndërkohë ditën e sotme, 4 ditë pas atentatit, Mustafa Shaljani ka ndërruar jetë në spitalin e traumës. Ai kishte marrë disa plumba në organet jetësore dhe për pasojë nuk e ka dalë dot të mbjetoj. Pse u arrestuan dy efektivët e Komisariatit nr. 3, dy punonjësit e policisë Bruno Cara dhe Arshim Zajmi duhet të kontrollonin dhe duhet të mbanin proces verbalin nëse kandidati për AMP kishte apo jo të dhëna kriminale, kishte kontakte të papërshtatshme, sipas verifikimeve që këto dy efektivët kanë kryer në kartotekën e policisë së shtetit, në SK2, që janë sistemet e brendshme të policisë së shtetit, dhe në çdo lloj njoftimi apo informacioni të klasifikuar, nuk ka rezultuar që Muçi Shaljani të jetë i papërshtatshëm për këtë detyrë, dhe për këtë arsye i kanë dhënë edhe miratimin për të futur në AMP. Sipas AMP-s, këta punonjës policie nuk kanë kryer detyrën e tyre ligjore për verifikimin e kandidatit dhe vërtetimin e besueshmërisë. Bruno Cara kishte vetëm rreth një muaj e gjysmë që kishte nisur detyrën si efektiv i Komisariatit nr. 3 në kryeqytet, ndërkohë që Arshim Zajmi kishte kohë që ishte punonjës policie. Mësohet se Prokuroria e Tiranës do të hetojë edhe efektiv të tjerë të AMP-s për mënyrën se si janë rekrutuar, por edhe mbi funksionin që kjo agjenci ka mbi rekrutimin e personave që duan të bëhen pjesë e mbikëqyrjes policore. Duhet verifikuar dhe aspekti se pse drejtuesit apo shefët e sektorit nuk kishin ndjenim mbi vendodhjen e agjentëve të AMP-s për të ditur edhe për të marrë njoftim nëse është apo jo në punë.